unë qysh në kryet herës e kam pasur vijën time të kuqe. Unë nuk bëj babën e askujt që ka shtëpinë e vet. Kosova ka kryeministrin e vet, ka institucionet e veta, dhe ka pas një kohë përpara se sa unë bësha kryeministër kur nga Tirana i tregohej Kosovës se çfarë duhet me bë, edhe i shkohej në Shkupe në Tetov dhe i tregohej atyre atje se çfarë duhet me bë. Kanë qenë vite shumë brutale për nga vulgariteti i politikës së jashtme në tërësi dhe politikës rajonale në veçanti. Brutalisht ignorancë, që ka sjell vetëm dëme. Është e vërtet që unë jam bërë sebeb, ose më saktë nuk jam bërë unë sebeb, por bashkarisht me të gjitha forcat politike në Maqedoni, kemi pasur një tryezë përpara formimit të qeverisë mbas zgjedhjeve, nuk e kujtoj eksakt tani vitin, ku unë thjesht kam lehtësuar uljen së bashku dhe komunikimin mes tyre. Ajo që u quajt platforma e Tiranës, që në të vërtet ishte një dokument i dakordsuar mes të gjitha partive shqiptare në Maqedoni, për çfarë ata kishin përbashkët. Në mënyrë që cilido që do t'ju propozonte futjen në qeveri të mos bënte dot teknikën e njohur për çfarë sundo. Pra askush të mos hynte në qeveri pa marrë garanci që ato pikat e dokumentit nuk do të konsideroheshin nga kryeministri propozues. Kjo ka qenë platforma e Tiranës, funksionoi aso kohë, nuk ishte e lehtë me i ul gjithë bashkë në një tryezë, njëri më shqiptar se tjetri, dhe u bë diçka shumë pozitive në atë kohë. Por dua t'ju them që ishte kërkesë e tyre, nuk ishte nxitja ime. E pash që e kishin këtë disponim, edhe unë thash, okay, hajde në Tiranë, uluni, flasim. Dhe në fillim kur kanë ardhur, të gjithë ishin të shpërndarë në përpikat ndryshme në godinë e kryeministrisë, se nuk rinin dot në një sallë me njëri tjetrin. Nuk uleshin dot kështu. Pastaj u ulën gjithë bashkë. Dhe kjo ishte diçka shumë pozitive. Por që edhe diçka tjetër. Unë nuk kam pasur, unë kam një miqësi që nuk e mohoj, jam krenar për atë miqësi, për arsye historike, personale, si doni, me Ali Ahmedin, por askush nuk thot dot dhe nuk mbështet dot me fakte që unë të kem ndërhyrë në njerë në fushat në Maqedoninë e Veriut, që unë të kem bërë në njerë në një gjë për të favorizuar njërin dhe për të sulmuar tjetrin, larg qoftë. Kam qenë gjithmonë respektues sepse besoj që kjo është mënyra më e mirë se si mund ndihmohen ata. Për sa i përket Kosovës, Kosova është shtet tjetër. Kosova nuk është një krahinë e Shqipërisë, në kuptimin nuk varet nga Shqipëria, është një shtet tjetër, ka institucionet e veta, kështu që unë Albinin gjithmonë e kam thënë e takoj me shumë kënaqësi se na ecën muhabeti shumë mirë kur takohemi, dhe bëjmë shumë humor me njëri tjetrin, po të kishte një kamera të shifte
kur unë takohem me Albinin, do habitej gjithë dynjaja. Por nuk jemi në kushtet që unë t'i them hajde këtu ti, ai jo e jo, kështu që kemi një respekt reciprok, por secili ka shtetin e vet, qeverinë e vet, mendjen e vet. Fatmirësisht qëllimet i kemi të përbashkëta, metodat i kemi të ndryshme, jemi dy njerëz ndryshëm, edhe s'ka problem.